Një 43 vjeçar shqiptar është dënuar me burg për jetë nga një gjykatë federale në Detroit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për drejtimin e një rrjeti ndërkombëtar të trafikut të kokainës. Ylli Didani u shpall fajtor pasi provat në gjyq dëshmuan se ai ishte kreu i një organizate kriminale me shtrirje në Shtetet e Bashkuara, Amerikën e Jugut dhe në Europë. Organizata e tij financoi dhe organizoi dërgesa të mëdha kokaine, të cilat u transportuan nga Amerika e Jugut drejt Europës. Hetimi i autoriteteve amerikane zbuloi se në vitet 2019 dhe 2020 u sekuestruan mbi 3400 kg kokainë, të ngarkuar në 5 anije mallrash që po udhtonin drejt porteve ndërkombëtare. Droga kishte një vlerë tregu mbi $100 milion. Ndër skemat më të sofistikuara të organizatës ishte ndërtimi i një droni në New York, i pajisur me GPS dhe modem, i cili do të fiksojë në pjesën e poshtme të një anijeje kontejnerësh. Pasi anija të afrojë pranë bregut evropian, droni do të shkëputej dhe më pas do të mblidhej nga një anije peshkimi në pronësi të rrjetit të Yllit Didanit. Ai u arrestua përpara se të vinte në zbatim planin me dronin në New York dhe tani përballet me burg për jetë për akuzat për trafik ndërkombëtar droge dhe pastrim parash.